Qëtu në Kosovë, gjdoj dyti të raftan, ato vesh mës mjë dhonë shansa heq, po në rrinë tavolina mëre me mashkuj, me kolege, rri me pa që shi hapin syt, për shemë më shpi kanë gratë aty, mi thonë, as ju vje marre, ka 5-60 vjetë, 40 vjetë, a ka atë kur t'ju vje gruja s'nihen për zgjalli heq, s'marin as frym, apo din, që kjo mentaliteti që t'u në loj burrave, e që t'u në loj njerëzve, për mu janë shumë tult, ekstrem tult, ult. A din, nuk e di. Tash nuk mujna me full veç për punë burrov. Po edhe gratë, o edhe gratë boj. Edhe ma herë të dalvojnë ato më në pjesa që përthu me një mushteti. Po, aha, okej. Po? S'ka nevoj me një mushteti. Kush me një mu? I një mujnë vetës, veç ka bën kuror. Mos rri e martu me pa kuror. Po? Edhe ty takon, ajo pasuri që a i takon burritën, takon edhe ty e fmive tu. Po, deri sa t'vjen landa në gjykat 4-5 vjetë me qka me jetu. Jo, landa divorcit nuk shon 4-5 vjetë. Hajde 1 vjetë pra. 2 vjetë. E ku me najt 2 vjetë? Po jetë tani nderum? S'ka nevoj mëre me najt kërka shpit vetërën ajo. Ku me qët jashtë tipi? Ku qët jashtë? Ja, nuk qët jashtë kur të vjen deri te vrasja. Po menon që gratë mu vra qysh? Aty pe kërkon. Momentin që ti shkon, lajmëron një dhunë në polici ka me kesh, ka me thonë, hajbe se burë grut ka, reni, duni. A ka ndodhë kjo Dafina sepse